Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Rënja e flokëve është një nga shqetësimet më të shpeshta estetike dhe shëndetësore, si tek gratë ashtu edhe tek burrat. Hollimi i dukshëm, rënja me tufa apo dobësimi progresiv i densitetit të flokëve është një sinjal që kërkon vlerësim më të thelluar. Shumë njerëz fokusohen vetëm tek produktet kozmetike, shampot apo trajtimet lokale, duke neglizhuar faktin që në shumicën e rasteve shkaku është i brendshëm. Floku është një strukturë metabolikisht aktive dhe reagon shpejt ndaj mungesave ushqyese, çrregullimeve hormonale apo problemeve sistemike. Për këtë arsye, disa analiza laboratorike bazë janë thelbësore për të identifikuar shkakun real. Tani do të flasim për 5 analiza që duhet bërë për të identifikuar shkakun real të rënjes së flokëve. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbeni asnjë video me përmbajtje me vlerë. Analiza e hekurit dhe ferritinës. Një nga arsyet më të zakonshme të rënjes së flokëve, veçanërisht tek gratë, është mungesa e hekurit. Hekuri është thelbësor për transportin e oksigjenit drejt folikulave të flokëve. Kur rezervat e tij bien, organizmi prioritizon organet vitale dhe redukton furnizimin në strukturat jo jetike, si flokët. Matja e ferritinës është veçanërisht e rëndësishme, sepse ajo tregon rezervat e hekurit në organizëm dhe jo vetëm nivelin qarkullues në gjak. Shumë individ mund të kenë hemoglobinë normale por ferritin të ulët, gjë që mjafton për të shkaktuar rënje flokësh. Vitamina D. Vitamina D luan rol kyç në ciklin e rritjes së flokut. Ajo ndikon në aktivizimin e folikulave në fazën anagjene, që është faza e rritjes aktive. Deficiti i saj lidhet me hollën flokësh, rënje difuze dhe ngadalësim të rigjenerimit. Duke qenë se mungesa e vitaminës D është shumë e përhapur globalisht, matja e saj është një hap bazë në vlerësimin e rënjes së flokëve, sidomos tek personat që ekspozohen pak në diell. Hormonet e tiroides. Gjëndra tiroide kontrollon metabolizmin e përgjithshëm të trupit, përfshirë edhe ciklin e rritjes së flokëve. Si hipotiroidizmi, ashtu edhe hipertiroidizmi mund të shkaktojë rënje flokësh, tarje, dobëzim dhe humbje të shkëlqimit. Çrregullimet tiroide shpesh shoqërohen edhe me simptoma të tjera si lodhje, ndryshim peshe, ndjeshmëri ndaj temperaturës apo çrregullime të humorit. Vitamina B12. Vitamina B12 është thelbësore për ndarjen qelizore dhe për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Folikulat e flokëve kanë një ritëm të shpejtë ndarjeje qelizore, ndaj mungesa e saj ndikon drejt për drejt në dobësimin e tyre. Deficiti i vitaminës B12 shpesh shoqërohet me lodhje, zbehje, marramendje dhe ndjesi shpimi qilpërash në gjymtyr. Në shumë raste, rënja e flokëve është një nga shenjat e para të dukshme. Zinku. Zinku është mineral kyç për rigjenerimin qelizor, sintezën e proteinave dhe funksionin e gjëndrave dhjamore të skalpit. Kur mungon, flokët bëhen më të hollë, rritja ngadalësohet dhe rënja rritet. Ai gjithashtu luan rol në balancën hormonale dhe në funksionin imunitar. Deficiti i zinkut mund të lidhet edhe me probleme të lëkurës, akne apo shërim të ngadalt plagësh. Rënja e flokëve rrallëherë është problem thjesht kozmetik. Në shumicën e rasteve, ajo është reflektim i një çikuilibri të brendshëm ushqyes dhe hormonal. Identifikimi i hershëm përmes analizave laboratorike është hapi më i rëndësishëm drejt trajtimit efektiv. Trajtimet lokale mund të ndihmojnë përkohësisht, por pa e korrigjuar mungesën bazë, rezultatet janë të kufizuara. Kur rezervat e hekurit rikthehen, kur vitamina D dhe B12 normalizohen, kur tiroidja balancohet dhe kur niveli i zinkut optimizohet, cikli i rritjes së flokëve përmirësohet gradualisht. Flokët nuk janë vetëm element estetik. Ato janë pasqyrë e shëndetit të brendshëm dhe shpesh analizat laboratorike janë çelësi për të kuptuar mesazhin që trupi po mundohet të japë. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla, bëni subscribe, like dhe comment.